Sot në këtë ditë të bekuar të festës Kurban Bajramit, kemi nderin dhe kënaqësinë që në këtë emision të kemi të ftuar një maturante nga medreseja nga Tuzi, ku do të flasim për 4 vitet e saj rrugtim që ka pasur atje. Me neve në studio është Maida Nimani. Përshëndetje dhe e gëzuar edhe njëherë festën e Kurban Bajramit. Përshëndetje, faleminderit. Gëzuar edhe juve. Mirë se erdhe, unë edhe Rumejsa, sot kemi nderin të bashkëbisedojmë me ty për këto 4 vite si ishin atje. Na trego pak si ishin këto 4 vite atje dhe çfarë të mësuan ty këto 4 vite nga medreseja? 4 vite në medrese ishin të bukura, kishte plot sakrifica, por i kena kaluar ato dhe kena pas momente më të bukura. Na kam mësuar shumë, pikërisht për ato dhe kam shku në medrese që më mësu diçka më shumë për fenë time, më thellë, edhe që lidhe më shumë me Allahun xhaleshanehu. Dhe 4 vite janë paharrueshme, ishin 4 vite më të bukura që i kam kaluar në jetë. Çfarë të ka shtyrë pikërisht që të zgjedhësh medresen si shkollë të mesme? Po, desha që të mësoj diçka më shumë për fenë, nuk kam deshë një shkollë që veç me mësu gjanat përditshme, por kam deshë diçka edhe për fe, ma thellë me mësu, dhe mendova që medresja ishte pikërisht shkolla e duhur për këtë gjë. Patjetër, ato janë mësime që gjithmonë i kemi dhe janë në dobin tonë, sidomos ne brezi i ri. Më trego cilat janë ato mësime që ty të kanë mbetur në mendje dhe të kanë formuar edhe personalisht dhe shpirtërisht. Sa i përket asaj, shkolla, medreseja ka kenë përafërsisht si shkolla tjera. Ishte shkolla përgjithshme, por e kishte më të mirë atë që na kena mësu për fe aty. Kena pas lanë ndryshme që na ka mësu medrese, për shembull që ishte kirajeti, akaidi, fiku, arabishtja, edhe hadithi njësaj. Prej tyre shumë kena mësu, edhe profesorët e profesoreshët janë mundu gjithmonë që na me kuptuat gjajo me mësu sa hajt ashtu, por me na me që edhe mas medresës mi pas një ton të përditshme. Cilat kanë qenë ato momentet më të veçanta që do t'i bash mend gjatë gjithë jetës tonë gjatë këtij rrugëtimi? Ka pas momente shumë të bukura në medrese. Momente më të bukura kanë qenë kur u bashkoheshim me shoqënitë, netët e gjata të Ramazanit. Ishte shumë bukur, por kena pas edhe aktivitete ndryshme. Për shembull kur na çoheshin çerdhe që me fol me fëmijëta, ishte interesante kur edhe ata fëmijët u interesoheshin më shumë për fe, e dojshin me ditë edhe më shumë më thellë domethënë për fenë tonë, që është feja drejt, Islami. Shpesh kur ja u spjegojshim, ata thojshin atë si të kryem edhe na për shembull çerdhen ose fillonin dojnë me shku për herë në medresë, dhe ata vetë ishin të interesuar. Ishte shumë eksperiencë e bukur. Për mua personalisht ishte ajo eksperjenca më e bukur. A ka pasur ndoshta edhe ndonjë sfidë gjatë këtyre 4 viteve rrugtim në medrese në Tuz dhe si keni tejkaluar ato, sepse nuk e qenë edhe vetëm, ke pasur edhe shoqëri atje, por besoj që gjithmonë në çdo rrugtim dhe në çdo shkollë apo punë qoftë ajo, sfidat janë të pranishme gjithmonë, por është interesante si ti tejkalojmë ato, si ishte në rastin tënd. Po, ka pas sfida shumë, si që thash edhe më parë, por sfida më të madhe kam pas në fillim, domethënë viti i parë. Ka ndodhur gjatë viteve tjera me pas njëjtën sfidë, por në vit para kam pas më zor që kam qenë larg familjes, se nuk ish lehtë mas disa viteve me shku dikun tjetër edhe me qëndru larg familjes. Kam pas momente që edhe kam desh aty me elan medresen, por prap se prap kam vazhdu. Cili ishte ai moment që ty të shtyu për të vazhduar dhe të adaptohesh atje? Se e kam marrë mend gjithmonë atë për çfarë kam ardhur në të, dhe që e kam pas mendimin gjithmonë aty që du me mësu diçka më thellë për fenë tënë, edhe për njëtë kam vazhdu. Dhe të thotë ke pas synimin e qartë dhe ja ke arritur qëllimin. Elhamdulillah. Si e ndjen tani Kurban Bajramin si festë shpirtërore, sidomos pas këtyre 4 viteve studimi në një institucion islam? Po,
Festën e Kurban Bayramit e kena festu si ma përpara njësoj, si të gjithë populli, por tash mas atyre viteve i kena mësu disa gjana tjera dhe e festoj ma bukur, disi ja dim vlerën e disi ma shumëtit. Kena shumë menime, për shembull, Kurban Bayrami na çon në menime për të varfurit e ta. Kur mendojmë ta, atëherë ja dim vlerën ma shumë Kurban Bayramit edhe jemi ma të kënaqur me atë çka kemi. Rumejsa të pyeti se si e ndjen Kurban Bayramin. Unë dua të pyes çfarë domethënie ka kjo fest për ty dhe si e feston ti në shtëpinë dhe familjen tënde. Po, ajo ditë mendoj që është e posaçme sepse për ditë prindrit e tonë punojnë dhe atë ditë të gjithë jemi së bashku dhe kalojmë momente shumë bukura. Por ndonjëherë ndalem edhe mendoj për vëllezërit dhe motrat tona musliman që janë në Palestinë, për jetën e padrejtë që janë tu e kalu. Mendoj që të gjithë populli tashmë e din për njerëzit në Palestinë. Dhe kur i shohim ata njerëz, atëherë ja dim vlerën ma shumë Kurban Bayramit, por besoj që me lejen e Allahut së shpejti dhe ata do të janë të lirë. Të gjithë lutemi për ta, patjetër. Çfarë do t'i thoshe të gjithë të rinjve që mendojnë të ndjekin medresen apo që janë në një kërkim të rrugë drejt besimit? I them që mos shpejtojnë, sepse për me shku në medrese duhet shumë pjekuri. Sidomos vitet e para nuk janë të lehta as pak, edhe ata vetë thojnë atje që nuk janë të lehta as pak. Po pse thua që nuk janë të lehta as pak, cilat janë ndoshta ato vështirësi që brezit ri dhe rinis i duken që janë më të vështira? Po si që thosha ma para gja ishë larg familjes, por ka rregulla atje që shumë nuk mujnë me i praktiku, edhe nuk mund të qëndrojnë aty, por nëse kanë menimin për shumë me mësu diqa ma shumë për fe, atëherë mendoj se medresën e kanë tamam shkollë duhur. Maida, e dim që tashmë e ke kryer medresen dhe ke qenë edhe maturante. Do të ndalemi pak edhe këtu. Si ishte mbrëmja maturës dhe si festohet atje në medrese mbrëmja maturës? Është njëjtë ndoshta si në shkollat tjera apo ka diçka më ndryshe? Përafërsisht ishte deri dikun si shkollat tjera, por neve në medrese na bajnë disi më të veçantë, apo më duket mua që kam qenë atje 4 vite, e bajnë shumë të veçantë. Gjithmonë munohen me ba ma bukur se për shkollat tjera, edhe kaloj momente shumë bukura atë ditë. Cili ishte momenti më i veçantë për ty që do të mbetet në mendje për që ke kaluar në matur? Po, ka pas shumë momente të bukur. Na cek njërin. Jena gëzu ma shumë kur e kena kryer. Ishte edhe eksperiencë e bukur, por ishim edhe të mërzitur, se tash nuk e kemi prapë hala shoqërinë që e kena pas ma përpar. Gjithë mbrëmja ka qenë e veçantë, edhe se profesorët që na kanë cekë, që kena qenë shumë nxënësa të mirë, edhe që gjithmonë neve, për shembull si klasë, gjeneratën temë që kena qenë tash, na kanë lëvdu shumë, edhe gjithmonë na kanë thënë që gjenerata jonë ka qenë më e mirë, edhe klasa e më e mirë. E kur na kanë veçuar ashtu, na kanë bërë disi muni edhe shumë më mirë. Dua të ndalem edhe tek mësimdhënësit. Cila ka qenë porosia atyre për juve si maturant për të vazhduar edhe më tej ju rrugtimin e jetës, shkollimin e lartë? Cili ka qenë ajo porosi ndoshta prej tyre që ju e keni marrë si nxënës? Shumica e profesorëve ka qenë që na kanë thënë gjithmonë namazin mos me elan. Namazi ka thënë është pika e parë që nuk duhet na me elan mos medreses. Aja ka qenë si amanet që na kanë lënë disi. Kështu që besoj që aja ka qenë diçka më shumë që na kanë folë për atë gjë, që kur mos me elan namazin, edhe gjithmonë me kanë në rrugë të Allahut xhaleshanehu dhe mos me dal prej asaj rruge. Në këtë ditë të veçantë, cili është mesazhi yt për bashkëmoshatarët, familjen dhe mbar komunitetin? Mesazhi im është që të shpërndajmë sa më shumë dashuri mes njëri tjetrit dhe t'ja dim vlerën njëri tjetrit,
Pikërisht kur bën Bajrami është ajo ditë që duhen sa më shumë me fal edhe t'i ndihmojmë njëri tjetrin, kështu që mendoj që atë ditë duhet t'ja u falim gabimet dikujt ose nëse ju ka bërë dikush dhe gjë keq t'ja u falim dhe mos të mbajmë inat mes njëri tjetrit. Unë duhet të ndalem përsëri tek shkollimi i Maidës. E dim që gjithmonë në një rrugtim përkrahjen e kemi të domosdoshme. Kush ka qenë përkrahësit e tu më të mëdhenj? Përkrahësit e mi më të mëdhenj kanë qenë prindrit e mi. Baba dhe nana gjithmonë kanë përkrah në çdo lloj rasti. Aty kanë qenë për mu, edhe sa herë që unë kam desht me lanë medresën o dajgja, ata kanë qenë që edhe për atë gjam kanë përkrah, edhe kur nuk më kanë për ullë o dajgja me thanë jo masela dajgja, por kanë qenë aty për mu, më kanë nimu shumë, çdo sfidë që ja kam pas, ata ma kanë lehtësu, si i falenderoj shumë që kanë qenë aty për mu. I përshëndesim patjetër dhe i urojmë festen. Mbrëmja maturës erdhi dhe me që jemi tek prindërit, çfarë pave ti në sytë e prindërve tuat mbrëmja? Atë mbrëmja e kam pa që prindrit e mi ishin shumë krenar me mu. Ata kam pa 4 vite, por atë natë posaçërisht e kam pa që ishin krenar me mu, edhe unë isha ma e lumtur kur i kam pa që janë krenar, sepse e kam ditë që 4 vite kanë qenë edhe të zorshme për mu, por prapë se prapë dhe isa i kam pas prindrit e mi aty ishin shumë atleta dhe që më kanë ndihmu shumë. Por shumë kam pas kënaqësi të madhe kur i kam pas që kanë qenë aq krenar me mu. Ishte emocionuese ajo pjesë për ty? Po, edhe e kanë shpreh atë kënaqësinë që e kam kryer me Terezën. Dhe shumë suksese për ty. Faleminderit. Më trego cili do t'jetë rrugtimi i ardhshëm i Maidës? Çfarë e ke menduar, çfarë do të vazhdosh në shkollën e lartë? Kam shumë mendime, por Cili të flen më tepër, nëse mund të them kështu? Njëri më shumë është me vazhdu fakultetin, i cili është për dizajn në Nikšić. Besoj që atë rrugtim do e vazhdoj. Të duket që mund të kesh edhe perspektiv në vendin e Ulqinit me atë drejtim se ti çfarë mendon të zgjedhësh? Po, nuk e di kam qef shumë me shku dikun ma larg, se kam kalu 4 vjet përgjithshëm, atesh menoj diçka shumë ma larg me shku me fakultet, kështu që besoj që sa ma larg, as ma mirë. Maida, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit të Kurban Bajramit. Faleminderit që shpalose edhe një herë rrugtimin tënd 4 vjeçar në medresen në Tus. Të urojmë shumë suksese në rrugtimin tënd më gjatë. Faleminderit shumë. Ishte me të vërtet një kënaqësi e madhe që ishe me ne sot në studio. Faleminderit për fjalën, mendime dhe frymëzimin që na dhat ne dhe të gjithë shikuesve që po na ndjekin. E ju shikues të dashur, vazhdoni të na ndiqni gjatë kësaj dite të bekat të Kurban Bajramit.